Zoti Kastroti, e tjerëta, apo ona tjetër është që pas disa ditësh, prindi, baboi i presidentit tha që vdes. Edhe sot ka qenë varrimi i presidentit, ku nuk është lejuar të marrë pjesë në varrim. Si shihet në norma ligjore që kur vdes një familjar, sepse edhe prindi është në rrethën e familjes së ngushtë, mos të mund të merë pjesë në varrimin. Mund të them se kjo dashta ka qenë kulmi i veprimeve të papërshtatshme që gjykata e Hagës i bën në raport me pjesëtarët të UÇK-s që sot gjenden në Hagë atje, edhe përballë me një drejtësi, thojza prapë tham të papërshtatshme edhe të panevojshme, sepse ne besojmë në pafajësinë e krejave të UÇK-s. Bilim ky drejtim është veç të shku ka pafajësia deri me tani, pra sa kemi mund të përcjellën këtë çështje. Por është praktik e gjykatave që në raste të tilla tregohet humaniteti, fundmëron edhe drejtësia do të jetë shumë më objektive, më sinqert, të respektohet dinjiteti i gjithë secilit person i cili gjendet para organeve drejtësisë. Në këtë rast, është tejet jo logjike, jo serioze, jo njerëzore, si doni thënë, mos lejimi i vizitës, zotë thaqë të fundit për ta pa prindin e tij, tani pasi që në jetë, dhe për mua është kulmi e arritjeve të këqija, të veprimeve të administratës së gjykatës së Hagës, përkatësisht personit zyrtar që ka dhënë ka dhënë refuzim për vizitën e zotit Thaçi në varrimin e prindit e tij. Kjo nuk mund të ndodhë në praktikën e gjykatave asnjëherë, kudo në botë. Madje edhe në vendet më të tolerante në sa është nevojshme, thuhet.